Përshëndetje të dashur nxënës. Ju përshëndes unë arsimtari Ramiz Iljazi nga shkolla fillore Besa fshati Veshall. Vazhdojmë me një mësim për klasën e 8, mësimi distancë, nga lënda e matematikës, mësimin vizatimi i zmadhimit proporcional. Para se të tregojmë se si bëhet vizatimi i zmadhimit proporcional, të tregojmë çfarë është zmadhimi proporcional. Zmadhimi proporcional është transformim i cili e ndryshon madhësinë e formës dida. Do të thënë, madhësinë e formave e figurave gjeometrike. Me këtë transformim i zmadhojmë të gjitha dimensionet e formës dida në mënyrë të barabartë, gjegjesisht proporcionalisht. Për dallim nga transformimet tjera që janë mësuar deri më tani, domethënë simetria boshtore, rotacioni dhe translacioni, ku figurat që kryeshin përmes atyre transformimi ishin të postishme ndërmjet tyre, te zmadhimi proporcional nuk janë të postishme me origjinalin, por themi se janë të ngjashme. Që të krijojmë një zmadhim proporcional duhet të dihet koeficienti i ngjashmërisë dhe qendra e zmadhimit. Lind pyetja, për çfarë neve na nevojitet në jetën e përditshme zmadhimi proporcional? Ne dimë se në jetën e përditshme vizatojmë planet të shtëpive dhe gjithmonë plani i shtëpisë vizatohet me proporcion, domethënë zmadhim proporcional. Po ashtu harta gjeografike që përgatiten duke zbatuar zmadhimin proporcional edhe shumë gjëra tjera. Të tregojmë se si duket zmadhimi proporcional, e tani të shohim se si kryhet vizatimi i zmadhimit proporcional. Mësimin e keni në faqen 271 dhe 272 në librin e matematikës për klasën e 8. Pra, siç cekëm, që të vizatojmë zmadhimin proporcional të formës dida ose figurës gjeometrike, duhet të shfrytëzojmë koeficientin e ngjashmërisë dhe qendrën e zmadhimit. Të nisim nga një shembull. Zmadho formën dida me koeficient ngjashmërie 2 nga qendra e zmadhimit x. Pra e kemi vizatimin, ku vazhdon katërkëndshi A, B, C, D dhe qendra e zmadhimit x, do të thonë dihet qendra e zmadhimit x dhe koeficienti i ngjashmërisë 2. Çfarë bëjmë së pari? Së pari vizatojmë gjysmëdrejtën e cila lidh qendrën e zmadhimit x me kulmin A. Pra, kjo është ajo gjysmëdrejtë që lidh qendrën e zmadhimit x me kulmin A. Pastaj matim gjatësinë x A. Do thënë, ja e masim, kemi ngjyrë të kuqe paraqet matjen dhe këtë e bartim 2 herë. Dhe caktojmë pikën A'. Ashtu që XA' është 2 herë XA. Ja pra 2 herë XA. Kështu që caktuam pikën A'. Të njëjtat mënyrë ose të njëjtat veprime i kryejmë edhe në përpikën B, C dhe D. Pra, tërheqim gjysmëdrejtat prej pikës x në përpikën B, prej pikës x në përpikën C dhe prej pikës x në përpikën D. Matim largesën prej pikës x deri te pika B, bartim 2 herë, caktojmë B', matim largesën prej pikës x deri te pika C, matim 2 herë, bartim, caktojmë pikën C', dhe matim largesën prej pikës x deri te pika D, me bartim 2 herë, caktojmë pikën D'. Kur i kemi fituar pikat A', B', C' dhe D', ne faktikisht kemi fituar figurën e zmadhuar që është katërkëndshi me ngjyrë të kaltërt A', B', C' dhe D'. Pra, siç bërehet, këto dy figura, domethënë figura katërkëndshi A, B, C, D dhe katërkëndshi A', B', C', D' nuk janë të postishme, por janë të ngjashëm, pasi madhësia e katërkëndshit A', B', C', D' është 2 herë më e madhe se madhësia e katërkëndshit A, B, C, D.
Pra, figura e fituar në fund është ajo figurë që kërkohet gjatë vizatimit me zmadhim proporcional. Të vrem shembullin D. Vizato në fletore, vizato zmadhim me koeficient 3 me qendër të zmadhimit në pikën C. Dhe me thonë, dihet koeficienti i ngjashmërisë që është 3 dhe qendra e zmadhimit në pikën C. Ja, pra, e kemi figurën A, duhet ta kryejmë për zmadhimin me koeficient 3 përmes pikës C. Vërem se prej te pika C kemi deri te ajo brinja normale, kemi 3 katror. Që më thënë bashkim 3 katror. Dhe kur bashkojmë pikën, këtë pikë C me këtë pikë, fitojmë këtu pikën, njërën pikë të figurës. Që faktikisht i bie se në qoftë se prej këtu, kjo është 1 cm, atëherë këtu duhet të jetë 3 cm, që do të e kemi deri këtu. Në qoftë se kjo është 2 cm, atëherë kjo duhet të jetë 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Në qoftë se kjo është 2, kjo duhet të jetë 6. Dhe në qoftë edhe kjo pika tjetër. Dash fitojmë figurën që është e zmadhuar, pra është katërkëndshi që fitojmë me ngjyrë të kaltër. Pra, në këtë mënyrë krihet zmadhimi proporcional. Shpresoj se me këta dy shembuj unë sa të pak ju kam ndihmuar dhe ju kam lehtësuar që ju në mënyrë të pambarur në shtëpi të punoni dhe të kaloni kohën duke mësuar dhe të ruani shëndetin tuaj në shtëpitë e juaj, që në këtë gjendje që jemi sot në Republikën e Maqedonisë së Veriut për shkak të virusit korona, duhet të qëndrojmë në shtëpi, me qëndrimin në shtëpi ruajmë shëndetin tonë dhe të afërmit tonë. Pra, për detyrë, ja që keni në vizatim, shkruaj koeficientin e ngjashmërisë për secilin zmadhim proporcional, dhe me thënë, e ke originalin, e ke pasqyrën. Që të caktojmë se sa është koeficienti i ngjashmërisë, vërejmë vetëm për shembull, ja këtë brinjë të trekëndshit është 1 cm dhe vërejmë të brinjën tjetër që është 2 cm. Me një herbim në përfundim se koeficienti i ngjashmërisë është 2. Edhe në figurën në B, keni originalin, keni pasqyrën. Kërkohet koeficienti i ngjashmërisë. Në qoftë se kjo brinjë është 2 katror, atëherë kjo brinjë është 4 katror, që i bie 4 pjesëtim 2, koeficienti i ngjashmërisë është 2. Kemi këtë flamur, originali, pasqyra. Vërejmë vetëm shkopin e flamurit, që është 1, kurse teki më i madh është 3. Vim në përfundim se koeficienti i ngjashmërisë është 3. Pra, në njëjtën mënyrë caktoni edhe figurës nën C se sa është koeficienti i ngjashmërisë. Pra, ju dëshiroj për detyrë shtëpie, punë të pavarur, të punoni detyrën 2 dhe 3 në libër, faqen 273, si dhe detyrat 4 dhe 5, faqen 274. Besoj se jeni të kënaqur me prezantimin që ju kam përgatitur unë për sot dhe ju dëshiroj suksese të më të qeshme. Ju falenderit që patët durimin të dëgjoni.